Amerikanët rikthehen në SPAC dhe GKK për të ndihmuar në hetime. Përfaqësuesit amerikan të Obdatit janë rikthyer sërish në bukurrinë e posaçme SPAC dhe në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Burime bën të ditur se përfaqësuesit e Shtetet e Bashkuara janë parë në ambientet të dy institucioneve të drejtësisë. Roli i përfaqësuesve amerikanë është që të asistojnë në hetimet e SPAC-ut. Kujtojmë se ekspertët amerikanë u larguan në fillim të muajit shkurt pas urdhrit ekzekutiv të firmosur nga presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump. Ekspertët janë rikthyer tani për të vazhduar mbështetjen dhe asistencën e nevojshme për SPAC-un, një strukturë krijuar për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri. Qysh nga krijimi i SPAC-ut ka përfituar mbështetje të vazhdueshme nga partnerët ndërkombëtar, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë kontribuar nëpërmjet disa misioneve si Obdati, oficeri ndihmës për trajnimin e asistencës në prokurori, ICTA, programi ndërkombëtar i trajtimit për çështjet e krimit, DIA, Agjencia për luftën kundër drogës dhe FBI, Byro Federale e Hetimeve. Kjo mbështetje ka qenë e rëndësishme për forcimin e kapaciteteve të institucioneve shqiptare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përfshirja e Obdat në ekspertizë ligjore në Shqipëri ka qenë e zgjeruar, duke përfshirë institucionet e drejtësisë, sidomos strukturat e posaçme, policinë e shtetit dhe agjencinë e mbikëqyrjes policore.